Pavarësisht se Partia Socialiste dha jetë reformës në drejtësi, kryeministri Edi Rama kërkon garanci që ajo të jetë e pakthyeshme. Në një takim të nivelit të lartë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, kreu i qeverisë tha se paprekshmëria e institucioneve garantohet vetëm me hyrje në Bashkimin Evropian. Garantimi i pakthyeshmërisë së reformës në drejtësi është sfida e sfida dhe e përsëris. Në momentin që ne hymë Bashkimin Evropian, ky nuk është më një alarm. Po deri kur ne të jemi në Bashkimin Evropian, ky duhet të jetë alarm i vazhdueshëm që reforma në drejtësi të jetë e pakthyeshme, që institucionet e reja të drejtësisë që janë patjetër të përmirësueshme, si çdo institucion tjetër, duhet të jenë të paprekshme në kuptimin e ekzistencës tyre, që të mos ketë mundësi që cilado forcë politike apo cilado konfiguracion forcash politike të kërcënojë zhbërjen ose përmbysjen. Rama kujtoi se në fillim Komisioni i Posaçëm Antikorrupsion kishte mosbesim. Shqipëria sipas Ramës nuk ka rrugë tjetër veç se integrimin në Bashkimin Evropian. Ne kemi vetëm një zgjedhje, vetëm një plan, vetëm një rrugë që është Bashkimi Evropian. Për ne është shumë e qartë. Ne nuk jemi perëndimor të përkdhelur nga fati. Ne nuk jemi rritur aty dhe ashtu si janë rritur ata që janë rritur në Europën e viteve 70, e viteve 80. Ne jemi rritur në ferr. Dhe ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është shumë më tepër se sa një bankomat. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës Bjorn Berg u shpreh se Shqipëria brenda 2030-s është në Bashkimin Evropian. Sot dua të marr një moment për të vlerësuar se sa rrugë ka për të bërë Shqipëria që nga reforma e gjyqësorit deri tek institucionet e specializuara kundër korrupsionit. Shqipëria po tregon kurajon për të u përballur me problematikat e vështira. Spak po bën punën e vet edhe në nivele të larta. Shqipëria 2030 në BE, rruga e reformave, është takimi i dytë i nivelit të lartë që u mbajt në Tiranë, i organizuar nga Kuvendi, ku u bë publik draft plani kombëtar i veprimit, i cili përmbyll fazën e dytë të procesit për thedhimin e reformave për mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit.